Një situatë tepër e pakëndshme sapo ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP-ut Benja 5. Një debat tepër i rënd dhe ofendime shumë të larta, të cilët kanë sjellë që çdo banor të trishtohet apo të acarohet. Bëhet fjalë pikërisht për debatin midis Rogertit dhe Selin. Rogerti ishte ai që ka ofenduar rënd Selinën, duke i thënë që është një mbetje trupore e njerëzve të Dubait dhe se ajo ka shkuar me shumë meshkuj njëkohësisht dhe është futur në Big Brother VIP-ut Benja 5 vetëm nga persona me të cilët ka kryer marrëdhënie seksuale dhe kjo gjë e ka lënduar shumë Selin, aq sa ja ka uruar të gjitha ato që ai ka thënë vajzës së tij të ardhshme. Kjo gjë ka bërë që secili person që shikon këtë nga televizori të ngulet pas ekranit, megjithatë ka qenë një situatë tepër e rënduar dhe e shëmtuar. Më pas, Ledioni u ka dhënë mendimin e opinionistëve dhe Monika i ka thënë Rogertit që më mirë të largohet tashmë, sa është i fëlliqur, se sa ta ul veten akoma më shumë, dhe ky ka qenë limiti që ka kaluar Rogertin dhe në atë moment Rogerti ka thënë që t'i hapën derën pasi do të largohet. Monika i ka thënë që dera është e hapur dhe Rogerti pas një fjalë tjetër ka dalë nga ajo derë, duke u larguar përfundimisht nga shtëpia e Big Brother. Ky ishte një moment shumë spontan dhe të gjithë janë shtangur nga kjo gjë. Megjithatë, nuk dihet nëse Rogerti do dojë të kthehet sërish, por sipas reagimit të Ledion Liçës, ai është larguar përfundimisht me dëshirën e vet. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.